Do të jetë një ndeshje e fortë, një ndeshje e vështirë, në fakt për të dyja skuadrat, sepse jemi të dyja në kushtet në momentet për të kualifikuar. Skuadra tjetër është një ekip shumë i fortë edhe me shumë eksperiencë, por në futboll luhet për 90 minuta, nuk vendoset futbolli me 15 apo 20 minuta. Sigurisht që do të jemi të fokusuar për 90 minuta për të bërë atë që për të bërë më të mirën, jemi koshient se çfarë duhet të bëjmë. Unë e thash edhe më përpara që besoj shumë tek ekipi im, tek lojtarët të cilët kur ju jep besim, krijohet edhe një atmosferë shumë e mirë edhe te dhomat e zhveshjes, edhe besoj që do të bëjmë një ndeshje të mirë. Kam parë ndeshjen e 11 viteve më parë që ka ndodhur një incident, i kam rishikuar edhe detajet e atyre ndeshjeve, por ne jemi të përgatitur për të bërë një ndeshje futbolli, për të pasur një ndeshje të bukur nga të dyja palët, nga të dyja skuadrat, edhe duhet përgatitemi mirë të japim 100% ton. Prandaj edhe e theksova edhe më parë që kam grumbulluar 25 lojtarë në mënyrë që të jemi më të përqendruar në atë çfarë duam të japim. 4 ditë më parë Ismaili ka pasur një dëmtim edhe nuk ka luajtur, ndërkohë që për ndeshjen e fundjavës nuk do të udhtoj me ekipin drejt Romos ku kanë ndeshjen me Lazio, ndërkohë që grupi mjekësor i klubit të tij do të jetë në kontakt vazhdimisht me mjekun e kombëtares Tessina për të vlerësuar gjendjen e tij edhe për të vendosur, kështu do duhet presim fundjavën për të marrë një vendim.